Po cilat janë simptomat kryesore të kësaj sëmundje? Dhimbje në pjesë të shpatullës, të gjoksit, të fytyrës, që mund të jetë natën e parë dhe të dytë. Djegje ose ndjesi shpimi si maja gjilpërash, kryesisht në këto zona dhe gjatë natës. Në netët në vazhdim kemi një skuqe dhe fluska në formë rripi në zonën që është ndezja natën, puçra të skuqura në formë rripash në atë zonë që janë shfaqur pothuajse që në 2-3 ditët e para. Dhe mandej vazhdon një dhimbje e fortë në atë pjesë ku është shfaqur sëmundja dhe sidomos pas zhdukjes së këtyre fluskave, dhimbjet mund të vazhdojnë edhe më gjatë. Ndërkohë, njerëzit mund të ndiejnë ethe, dobësi, dridhje të trupit, dhimbje të kockave dhe ata thonë sikur më qahet i gjithë trupi.